Pak javë më pas, me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u organizua konferenca e famshme e Rambujës për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Delegacioni shqiptar ishte i përqar për shkak të marrëveshjes së propozuar në tavolinë që përfshinte autonomi të gjerë për Kosovën, por jo pavarësi. Kundër kësaj marrëveshje ishte drejtori politik i UÇK-s atë kohë, Hashim Thaçi, që u largua në shenjë proteste nga kështjella e Rambujës dhe bëri që diplomatët perëndimor të kuptonin se pa UÇK në tavolinë, marrëveshja nuk kishte legjitimitet. Zoti Thaçi iku për shkak se ai nuk ishte vetvetja. Do thotë ishte thjesht ajo punë. Komandant tash në dëshmi në Hagë ishin ata që kanë qenë aktor, por realisht ashtu ka qenë. Se unë kam po, nuk skudzonte për shkak se kishte prej zotit Demaqi Djespas të tjerëve që nuk duhet pranohet kurrë jashtë pavarësisë. Dhe ajo është arsyeja pse ai ka shkuar tepër me gjetë një konsenzus. Dhe ajo ka qenë arsyeja pse në parim është pranuar deri në Paris për me bëni konsultim me komandantët e zonave. Në këtë moment kritik për historinë e Kosovës, sekretarja e SHBA-s, Madeleine Albright, bashkëpunoi ngushtë me Hashim Thaqin. Paralelisht, edhe pala serbe po e refuzonte propozimin për marrëveshje ku parashihej autonomi për Kosovën. Në koordinim me sekretaren Albright, Hashim Thaqi arriti të marrë premtimin amerikan se në këtë situatë nënshkrimi i marrëveshjes nënkuptonte ndërhyrje të NATO-s dhe tërthorazi ishte premtuar edhe pavarësia e Kosovës. Po pasi diskutojmë, ajo e përmendi your dreams, ëndrat e juaja ju s'duni me i praktisë. Ai ishte mesazh diplomatik, kështu diçka do thotë. Vajman, sikur sot në Rambujë, më duket po shoh zonën e vllajt. Ai na tha, po nuk përdora fjalën pavarësi. Atëherë, mua do më konsideroj si person që ka hequr dorë nga pavarësia e vendit. Pra, ishte moment shumë i vështirë. Por edhe në Kosovë ishte krijuar një opinion se gjoja atje delegacioni shqiptar është duke tratuar. Zonja Albright ka deklaruar se po që se ju nënshkruani, serbët nuk nënshkruajnë, ne do të bombardojmë. Ne do të aktivizohemi. Po që se ju nuk nënshkruani, serbët e pranojnë, ne kemi duart e lidhura. You could see that he was just shocked. I mean, he looked like a high school student that I had dressed down.